Përshëndetje miqtë e mi të mrekullueshëm. Në kohën e luftës me gjermanët, u bë një betejë e ashpër ndërmjet një çete partizane dhe një batalion gjermanësh. Një luftë shumë e ashpër me gjermanë, luftë, ishte një partizan, lufton të kamer, gjuj, u komandanti, amara dhe pse s'ullu më, dhe pse s'dash një plumqor? Pse ulesh ai? Jo, ishte trimi madh. I meti Gjermant. Filloi edhe 2-3 orë, 4-5 orë vajti lufta aty beteja. U mundi Gjerman. I mundi kë, rritë kom. Sa do që thësh komandanti ulu, shëtrim. Filloi beteja. Ikën Gjerman, mundur. Komandanti ju pa qefi, i mblodhi gjithë pajisat. Hesi këtura ju të qetë, po ju pas keni qenë tripat ndaj. Të më dhenjër, ju më pat krenare. Ti, hes ti qoj që luftoj vetëm kam, hes ture. Vere, po pas ka qeni qëtiqme, sa e tash ullurë, sa është e plumë. Ti s'ullë e hiqër, si që, po trimi më, të këshëm baba të po pse s'ullë e tjere, pa më thujë mu. Amare, komandant. Po unë e kishe rakine, pa ku unë e rakis patave, ku t'ullë shumë dire shakia, vo qyje.